Sot mesditë, ndërkohë që kisha dalë të bëja një xhiro në tregun e djegur të rrobave të përdorura në zonën e 5 Majit, shkova thjesht për të parë sa i madh ishte dëmi dhe sa e madhe ishte njolla e prekur nga flakët. Mora një pafundësi mesazhesh të cilët njoftonin që kryeministri Edi Rama kishte bërë një replikë me një çështje të emisionit Dieshëm Opinion. E para njërë u befasova nga fakti se përse gjithë ky kuriozitet. Shpeshherë emisionet kanë pasur replika nga politikanë, disa prej tyre janë live, disa tjera vinë të nesmen, bën replika në televizion, por nuk është ndonjë gjë që ndodhte as për herë të parë, as ndonjë gjë e çuditshme. Aty vura re dhe fillova të kuptoj që njerëzit janë të çuditur kur dikush reagon ndaj diçkaje. Por cili ishte thelbi i problemit? Njërë për të sqaruar, nëse hyni në Facebookun tim, do të gjeni edhe postimin e Ramës dhe përgjigjen time ndaj tij. Po cili ishte thelbi i diskutimit? Diskutimi ishte që gjatë përmbytjes djeshme në të 48 orëve të fundit në Durrës, vura re në kronikat e televizioneve, pothuajse të gjithë që ministrat ecnin në rresht, ministri me drejtorin, përpara ishte një kameraman i ministrisë dhe i flasin njëri tjetrit ose kameramanin. Dhe kjo në fakt nuk është një praktike ditëve të përmbytjes, është një praktikë që prej thuajse 2-3 vitesh në Shqipëri është bërë normë. Ministrat hecin, një ministër me 2-3 drejtorë dhe fillojnë bëjnë muhabet. Dhe ky muhabet dhe live në gjithë televizionet. Dhe për ta kuptuar që kjo është një gjë unike që nuk e di kush e ka shpikur në Shqipëri, mora Trumpin dhe prokurorin e përgjithshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cilët si në rastin e operacionit ndaj Madurës, si në rastin e problemit në Minnesota i drejtohen shtypit dhe i flasin. Tani, domethënë, dalin përpara shtypit për të bërë deklarimet e tyre. Natyrisht që ka raste që ata nuk marrin pyetje. Pra thotë, nuk ka, është vetëm një statement, është vetëm një deklarim dhe nuk ka pyetje, por gjithsesi e bëjmë prapë para shtypit. Ndërkohë në Shqipëri, raportimi përpara shtypit, dhënia e përgjegjësisë përpara shtypit është duhur. Kjo sfilat mërësisht e shumtuar ministrave shqiptar. Pjesa më e madhe e cilëve nuk kanë as personalitet, të cilëve dhe të cilëve nuk kanë as personalitetin dhe as aftësinë politike për të përballuar postin të cilin kanë marrë, është bërë shqetësuese. Dhe nuk është e vetmja, dhe nuk është kryesorja, por si formë komunikimi është absolutisht skandaloze. Pse? Sepse këta ministra duhet dalin para shtypit, duhet japin përgjigje pyetjeve. Këta paguhen me taksa paguesve shqiptar dhe duhet t'ju japin llogari taksa paguesve shqiptar. Kjo formë e tillë e kësaj sfilate ministrash që flasin me njëri tjetrin dhe pastaj ai filmimi i tyre transmetohet në televizion është një skandal. Pa llogaritur faktin që në shumë raste transmetohet të nesmen, pas nesmen, sipas një planifikimi që bëjnë ministrat. Mjafton të kujtoj rastin, e janë paktën një 7 raste, po t'ju kujtoj rastin e Erion Velis, i cili në kohën që BKH-ja shkoi ta merrte në zyrë dhe doli live në gjithë portalet që Erion Velia i arrestohet, ishte duke folur live në gjithë televizionet, live në thojza, nga një inaugurim apo një inspektim. E njëjta gjë ka ndodhur me ministra që kanë qenë në Vjenë dhe kanë figuruar ditën e dielmas ditën në Tiranë, apo që kanë qenë në Abu Dhabi akoma më keq dhe kanë figuruar sikur janë në Shqipëri. Pra kjo ka qenë një normë, megjithatë kjo është një gjë fare e parëndësishme. Por çfarë vura re? Mendova që Rama do kishte reaguar për përmbytjen, do kishte reaguar për zjarrin, do kishte reaguar për problematikën në parlament me çështjen e Ballukut, do kishte reaguar për çështjen e Akshit. Jo, Rama ka bërë një gjë, ka marrë një gjysmë gallate, ka marrë disa nga fluturimet, domethënë udhëtimet e mia, ka bërë një hartë vetë. Në muaj ngusht isha në një udhëtim së bashku me Batonaxhiu në Amerikën e Jugut, të gjitha i kanë postuar në rrjetet e mia sociale, në Instagram, TikTok, në YouTube, në Facebook, dhe nga ky udhëtim, cilin e kanë pasur pothuajse të gjithë dokumentuar, kishin mbetur video që unë në datën 2 dhe 3 janar, duke qenë se nuk ka zhvillime të mëdha, i riktheva edhe një herë. Rama kishte gërmuar dhe bënte një paralelizëm mes udhëtimeve të mia, natyrisht gjysmë me humor, gjysmë me shaka, dhe po i quaj ministrave të tij. E para njëherë ministrat paguhen me taksa paguesve, administrojnë fonde publike dhe japin llogari para publikut. Unë jam një person privat që mund të shkoj ku dua. Megjithatë nuk është ky thelbi. Ajo që më bëri mua të shokohem, nuk ishte përgjigja e Ramës. Rama mund ta ketë bërë për të tërhequr vëmendjen, mund ta ketë bërë se është nervozuar vërtet, mund ta ketë bërë se ka qef që të përballet apo të hapi debate të tilla, është çështje e tij sepse e bën. Problemi thelbësor, dhe pastaj do kaloj tek 2 probleme tjera të jashtëzakonshëm që më bën të reflektoj për të kuptuar se sa problem kemi ne si shoqëri, pastaj duhet kërkojmë llogari tek të tjerët. Domethënë, problemi më i madh është që asnjë ministër, ja ku jeni përballë,
cilin ministër të Republikës Shqipërisë në 2 vitet e fundit ju e keni dëgjuar të vit japi llogari përpara shtypit? Cilin ministër keni dëgjuar? Me përjashtim të sfilatës muhabeteve që bëjnë në rrugëve dhe që është absolutisht një shëmtim morale e tmerrshme, nuk ka as një shfaqje tjetër këtyre ministrave për të dhënë llogari. Po pse janë zgjedhur këta? Për të sfiluar? Pse janë zgjedhur këta? Për të bërë muhabet me njëri tjetrin përpara kamerave? Tani këtu ka një gjë. Përgjegjësia kryesore është e jona. Po e mbaj unë edhe pse unë s'kam drejt për drejt punë me lajmin e ditës, po e mbaj unë pse? Sepse shtypi media i merr dhe i transmeton gjithë to kronikat e këtyre personazheve që janë ministra dhe që çfarë do qofshin, dhe kjo në fakt është e patolerueshme. Ne e bëjmë, nuk kam çfarë të them, nuk është faji ministrave se gjithë secili do dojë të nxjerrë sa më shumë nga puna e tij, pavarësisht se lën kohën e punës që kanë në dispozicion qytetarë dhe shkojnë merren me filmimet, po kjo nuk ka rëndësi. Këta nuk janë youtubera, këta janë ministra. Këta nuk paguhen për të mbajtur rrjetet sociale, këta paguhen për të zgjidhur problemet e shqiptarëve. Kaq është e thjeshtë kjo gjë. Ndërkohë dalim tek pika tjetër. Çfarë më bëri përshtypje? Në një moment, duke u tallur dhe komplet me shaka, Rama thot sepse është shumë interesant, e që t'jem konkret thot me faktet, është komplet fiction, udhëtimet mbeten 6 sepse teksa kaseta e TV Klan transmetonte Fevziu që kërkonte llogari live natën ekran policisë shqiptare për gjendjen e rendit publik, Fevziu i vërtet jepte llogari live paradite policisë venezuelane për pse dreqin donte të hynte në atë vend. Dhe ndërkohë që live kthej në opinion. Fevziu me kostume gravat nxiste deri vonë sherrën e panelit me policët, live andej në kufirën e Venezuelës, policia e kthente mbrapsht Fevziun me këmish me lule, kapele kashte, duke konsideruar një demokrat shumë fanatik për të vizituar atë narkodiktaturë shumë krenare. Kjo shaka e mbështetur, thot, ishte goxha më shumë se gjysma e vërtetës. Tani, Rama e thot që shaka, më shumë se gjysma e komentuesve, më thonë si pse të kthyen në Venezuelë dhe si të kthyen në Venezuelë. Tani, o qytetar të Republikës Shqipërisë, kur njeriu bën një shaka dhe thot është shaka, kur një njeri do të tallet me mua, do të bëj ironi me mua dhe këtë ndërton mbi bazën e një fictioni, nuk mund ta merrni të vërtetë, se nuk është më problemi atij që bën shaka, është problemi juaj që nuk e kuptoni shakan dhe nuk e kuptoni që është shaka. Pra nuk është e vërtetë. Siç nuk është e vërtetë kjo, nuk janë shumë të vërteta shumë gjëra tjera që ju thon. Pra bëjeni diferencën mes asaj që dëgjoni dhe asaj që është e vërtetë. Këtu pastaj është një problem i shoqërisë shqiptare që nuk arrin të kuptojë dhe kur i thua që shaka. Imagjino sikur mos ta thoshte kjo shaka dhe të thoshte që kjo e vërtetë, imagjino se sa më shumë do ta merrnin për të vërtetë. Pra kjo tregon që shoqëria shqiptare është e papërgatitur për të bërë një filtr dhe ha çdo llaf që ti i çon. Problemi i dytë është problemi i shumë miqve të mi, të afërm apo të tjerëve, që në rrjetet sociale më thonë mos ju përgjigj se kjo është një teknikë për të tërhequr vëmendjen, për të marrë po quaj pjesën e hapësirës mediatike, që të harrohet kjo çështje. Tani jam shumë dakord. Mund të jetë dhe kjo. A ka Rama drejt bëj të tërheqë vëmendjen mediatike? Po ka drejt. A ka drejt tash përngul nga temat kryesore? Po. Po, nëse ju duket më i rëndësishëm një tekst i Ramës kundër meje dhe një përgjigje ime ndaj Ramës, se sa problemet e përmbytjes, se sa problemet e zjarrit, se sa problemet e heqjes imunitetit të zëvendëskryeministres, apo se sa problemet e Akshit, apo sa jetesa juaj e përditshme, dhe jeni më kurioz shihni çfarë thash unë, çfarë tha ai, se sa të kërkoni llogari për këtë, atëherë nuk është faji i Ramës, pra është faji i atyre që merren me këto gjërat të nivelit dytë, që në gjykim nuk janë, dhe nuk merren me thelbin. Pra ky është problemi kryesor. I kam bërë këtë përgjigje Ramës, e kam ftuar, po dojtë vi përballet live dhe kaq, nuk kam asnjë zgjatje tjetër. Natë e mirë.